Çmimi i naftës ka arritur në nivelin më të lartë që nga fillimi i majit. Të premten, sipas njoftimit të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, 1 litër naftë kushton 1,69 euro, 1 litër benzin kushton 1,50 euro, ndërsa 1 litër gaz 0,60 euro. Që prej 5 majit, 1 litër nuk ka kushtuar më shtrejt. Atë kohë, 1 litër naftë kushton të 1,67 euro, 1 litër benzin atë ditë kushton të 1,52 euro, ndërsa gazi 81 cent. Pavarësisht rritjes së njëpasnjëshme të çmimeve të derivateve, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit deri më tani nuk ka mbajtur takime me përfaqësuesit e sektorit të derivateve për të shqyrtuar zhvillimet e fundit në treg dhe shqetësimet e ngritura nga qytetarët. Sipas drejtorit të Petrol Kompani, Shkëlzen Njusaj, qeveria është dashur të formojë një grup punues bashkë me një grup të komunitetit të bizneseve për ta bërë një zgjidhje të cilën ai e cilëson afat shkurtër për këtë situatë. Ka zgjidhje mundet me qenë në disa forma, mundet me qenë duke rishiqu pjesën e akcizës, do me thonë një masë e zvoglimit përkohshëm. Unë nuk isha qenë udhëtari prekjes së TVSH-s, për shkak se ka hapësinë të mjaftueshme në akcizë për sadopak me stabilizuar. Kushtrim Ahmeti nga dhoma e Tregtisë dhe Industrisë thotë se pavarësisht marzhës së vendosur nga Ministria e Industrisë për çmime tavan të derivateve, do të duhet të ndërmerren veprime të tjera. Sipas Ahmetit, që nga fillimi kanë kërkuar bashkëpunim me Ministrinë në lidhje me çmimet, një veprim që e kanë bërë edhe vendet e tjera, së pari të ulen taksat, por pa përgjigje nga Ministria. Për çdo produkt që na importojmë, në momentet që ai produkt nga vjen përballet me kriza, ti kemi importuar edhe krizën. Prandaj kemi rritje jashtëzakonisht madhe edhe të temi inflacionit në vend, po edhe kemi paqëndrueshmëri të çmimeve të produkteve. Ish kryetari i shoqatës së naftarëve të Kosovës, Fadil Berjani, thotë se Kosova nuk ka rezerva të mjaftueshme të naftës, por se Ministria e Industrisë do duhet të heqë taksën për të qenë treg i lirë. Sipas tij, çmimet e vendosura nga marzha nuk po arrin të ndihmojnë qytetarit dhe bizneseve. Nuk mundemi të paragjykojmë se çfarë çmime do të jenë në ditët në vijim, arsye se është lëvizje edhe në tregjet ndërkombëtare dhe në rezerva. Çmimet janë në trend të rritjes. Që nga fillimi muajit maje deri më tani, çmimet e derivateve në Kosovë kanë shënuar një trend rritës, duke çuar çmimin e naftës në rreth 1,69 euro për litër. Tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë shtuar shqetësimet për furnizimin global me naftë, ndërsa vëmendja është qëndruar te ngushtica e Hormuzit, një pikë strategjike për transportin detar të naftës, ku çdo përshkallëzim mund të ndikojë në tregjet botërore. Dhe në vazhdimsi të kësaj, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare,